Rënja e nivelit të ujit të liçenit të Shkodrës në afërsi të urës së Bunës ka zbuluar ndotjet e grumbulluara ndër vite. Ato fillojnë kryesisht pranë brigjeve, tek livadët dhe shegjet për të vijuar deri tek moloja. Siç e tregojnë edhe filmimet, situata është e rëndë, pasi bëhet fjalë për ndotje të mbledhura vit pas viti, për shkak të zgjerimit të sipërfaqes së liçenit gjatë dimrit. Me ardhjen e verës dhe rënjen e dukshme të nivelit të ujit, mbeturinat dalin mbi sipërfaqe si në rastin konkret. Vazhdimi i thatësirës dhe rënja më tejshme e kuotës së ujit shoqërohet edhe me shtritjen e ndotjeve deri tek moloja, të cilat sa vijnë bëhen më të rrezikshme pasi kthehen në burim infeksioni në kushtet e rritjes së temperaturave gjatë stinës së verës e deri në shtator. Kjo është arsyeja kryesore sepse strukturat e mbrojtjes mjedisore në Shkodër dhe pushteti vendor kanë detyrimin të ndërhyjnë sa më parë për pastrimin e këtyre ndotjeve dhe barrave e shkureve, me qëllim kthimin në normalitet të kësaj hapësire natyrore, e cila shfrytëzohet nga qytetarët e Shkodrës për kalimin e kohës së lirë nën fllatin e freskët të liçenit. Gjithashtu kjo hapësirë përbën edhe fillimin e zonës turistike të brigjeve të liçenit të Shkodrës që shtrihet deri në Shirok dhe Zogaj, ndaj është e papranueshme të lihet në këtë gjendje.